Na lajmëron një komshia jon, edhe na thot që Gentiani u largua, që nga ajo ditë ne s'kemi më kontakt me atë. Dyshoj te disa persona që rrinte me ca çuna peqins. Kanë pirë këto dhe uzun e kanë rrahur. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të klikoni poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me këtë live-in tim do hap dritare, në fakt do të shkojmë jashtë Shqipërie, pasi një zonjë me emrin Liliana Jonuzi ka këmbgulur të jetë sot live me Odetën, e cila ka një histori për treguar dhe kërkon ndihmë. Nuk e njoh mirë historinë me detaje, di që do flasi për vllajën e saj, për Gentian Jonuzi, një 44 vjeçar, por çfarë ka ndodhur, do t'i ajo që do na i rrëfej këtë histori, kështu që kam nevojë për vëmendjen tuaj, gjithëve ju që jeni duke na ndjekur në këtë live, dikush që mund të na ndihmojë menjëherë, mund të na komentojë ose dhe më të telefonojë. Kështu që hap dritarin dhe ftoj menjëherë zonjën Liliana Jonuzi për të mësuar historinë. Liliana, përshëndetje. Përshëndetje. Jemi të dyja së bashku sot sepse ti më ke telefonuar me një urgjencë të madhe. Pasi fatkeqësisht ke disa ditë që ke humbur kontakte me vllajën tënd. Kemi që në datën 16 që nuk kemi më kontakt me atë. Bëhet fjalë për 16 gusht. Po gati 17 ditë, 18 ditë sot. E dashur Liliana, si quhet vllai? Gentian Jonuzi. Sa vjeç është Gentiani? Atëherë është, se kam atë kartën këtu, është 1981. 81 dhe prej 16 gushtit ju keni humbur çdo lloj kontakti. Po, çdo lloj kontakti kemi humbur. Telefonatën e fundit me kë e ka realizuar? Atëherë telefonat në datën 16, muaj më mori në mëngjes në orën 8:30. Kështu edhe më tha që jemi pushimta, nuk kemi punë, nesër do shkojmë në punë. Okej, tash në rregull. Kurse në darkë na lajmëron një komshia jon, edhe na thot që Gentiani u largua, nga aty nuk është më. Po ku vajti? Që nga ajo ditë ne s'kemi më kontakt me atë. Por vllai ku jetonte, pra për të kuptuar se ku janë gjurmët e tij të fundit? Atëherë, kjo quhet Sofades. Ai rrinte në Filia. Që bëhet fjalë për Greqinë. Po, për në Greqi. Të lutem, më lejon të pyes disa gjëra për Gentianin? Po. Atëherë, vllai juaj kur u largua nga Shqipëria dhe u vendos në Greqi? Ai u largua në datën 16 qershor, më duket. Po, qershor. Në 16 qershor. Qershor, korrekt nuk e mbaj mend, se unë vajta për atë danancimin këtu në policitë të Cerrikut, edhe ato e nxorën se kur është larguar. Po në datën 16 më thanë se qershor, se korrekt se mbaj mend. Por Po më duket në qershor. Në momentin që ai u largua, kishte komunikuar në familje që do emigronte për punë. Po, merrte për ditë, merrte edhe kur vinte nga puna në ora 2 mas ditës, 3 na merrte në telefon për ditë. Kjo ishte hera e parë që ai shkonte në Greqi apo kishte qenë emigrant? Hera parë se ai nuk di as gjuhë, as rrugët, as gjë nuk di. Është hera parë që shkonte. Prandaj dua të ndalem këtu. Sigurisht që hera e parë është e vështirë për të emigruar, për të vendosur në një vend ku nuk e njeh gjuhën, nuk di si të kërkosh punë, të stabilizohesh. Kush e garantoi këtë rrugë që do shkonte në Greqi, do t'i siguronte një vend pune, se besoj ai ka folur me dikë, se vetë nuk u nis kështu. Jo, ai ka siguruar, po një komshiu jon këtu, ai shkonte gjithmonë në Greqi, shkonte 2 javë dhe vinte, edhe i tha që do vi me ty. Okej, tha, ke komshia jon, tha hajde, po nuk është se i siguroi kush e di ç'a. Se 2 ditë punë që bëri aty, edhe nuk punoi më. Pastaj gjeti një punë aty te duhani. Edhe ai tani nuk është se e bënte dot këtë punë. Mi po ishin ja 2 çuna peqins aty, që e morën në punë edhe detyroshin që ky të punonte. Ai thoshte që unë nuk e bëj dot këtë punë, se nuk jam i mësuar. Kishte edhe pak probleme që është i smur, nuk është mirë. Kur themi vllai ka ato e merrshin me zor në punë. Kur themi e detyroshin. Kur themi që vllai ka probleme, konkretisht çfarë problemesh kishte? Pa i nuk është mirë, se kemi shtruar edhe në spital, do më thënë që nuk është mirë nga mendja, do më thënë kështu pi edhe në i herë në i cigara shash kështu që e konsumon.
Le të themi që ka qenë dhe përdorues i hashashit. Po. Por, kur ishin shfaqur këto probleme të shëndetit mendor, çfarë moshe, domethënë sa vite kishte që... Jo se ashtu se ky ka vite konsumon edhe në herë alkool ky, nuk është se ashtu ka vite, nuk është se janë shfaqur tani. Kur themi ka vite, çfarë moshe? Kishte nisur alkoolin dhe lëndët narkotike? Le të Po themi që ai në ishte një përdorues. 25 vjeç. 25 vjeç. 25 sa më shumë, nuk e mbaj mend. Problemet e shëndetit mendor i erdhën për shkak të përdorimit të lëndëve narkotike dhe konsumimi i alkoolit, apo pati diçka në jetën e tij, ka ndodhur diçka Ky që... kur pinte bëhej pak kështu si agresiv, kështu nuk është se ishte mirë. E kemi shtruar edhe në spital, nuk është se ka nejtur, ka hikur. E dini ju diagnozën e vllajt? Çfarë diagnoze ka? Se kur themi probleme shëndetit mendor përfshihen shumë, prandaj po të pyes diagnozën. Nëse gjithmonë e mban mend. Tani diagnozën nuk e di, po ky problem është se ai e konsumonte edhe alkool, prandaj edhe bëhesh agresiv. Nuk është se Mjekët psikiatër çfarë ju kishin thënë për vllajin? mjekët i dhanë ilaçe qetësuese. Gjë të cilat i kishin dhënë efekt apo jo? Ai nuk është se i përdorte, një herë i përdorte dhe një herë nuk i përdorte, se i thoshin njerëzit mos i pi se do bësh më budalla, i thoshin, edhe ai si pinte. Me kë jetonte Gentiani në Shqipëri? Kishte një familje? Gentiani jetonte me mami, po mami ka 6 muaj që na ka vdekur edhe ai për momentin rrinte vetëm. O, ngushëllime për nënën. Faleminderit. Vika keq. Pra, pas vdekjes së nënës, ai ishte i vetëm. Po. Kjo jetesa i vetëm e rëndoi më shumë sëmundjen apo problemet e tij? Tani, sa vdiq mami, ai filloi të konsumonte më shumë alkool, edhe i thosh, nuk është se e kemi lënë kështu vetëm, do të thënë i kemi qëndruar edhe afër. E merrshim për ditë në telefon, se unë nuk jetoj këtu në Carik, prandaj. E merrshim, e ndihmoshim edhe me tholla, për shembull me lek, nuk është se e kemi lënë, sa ai këtu nuk punonte. E ndihmonte motra, babi, e ndihmoshim, nuk e lishim pa lek. Ai tha do hikin në Greqi, rri, thashu se jemi në shtëpi, se ti nuk punon dot, thashu, nuk je i aftë që të punosh. Ai tha do hiki, tha se u mërzita. Mirë, thashu, ti e di hik. I ku ndeti gati 1 muaj e carë na merrte për ditë në telefon, në rregull, do një herë punonte, tha do një herë nuk punonte, sa për vetën e tij. E kuptoj. Që në datën 16 pasaj ai nuk na mori më, na lëmërun këto çuna që ai u largua. Po ku vajti nëse ai është larguar? Se po tashu do kishte ardhur në shtëpi ose do na kishte bërë një telefonat që unë po vi ose jam vend tjetër. Mund të jenë ndaluar dhe nga policia dhe nuk dihet çfarë mund të ketë ndodhur në Greqi. Duke ditur Atëherë, ai ka qenë në polici përdorues. ka vajta ime që është në Volos, se lajmërova dhe atë, ka vajta ime te ky shaki, është informuar, ka vajta edhe në polici, ka bërë denancim. Policia i tha që ne nuk e kemi këto person, kishin lajmëruar dhe tek spitali nuk është. Edhe i kishin thënë ndaj që do t'japim prapë përgjigje mas 3-4 vite. Mi po akoma si kanë dhënë përgjigje, ai vajte bëri denancimin të enjte, të tempo që iku. A jeni munduar ju nga policia greke të mësoni nga sistemi TIMS a ka dalë nga territori i Greqisë? Po, pyti ne ta në polici ta nuk e kemi, edhe në për spitale kishin pyet, ta nuk është, ta mi po ta i du t'japi përgjigje. Edhe si kam dhënë akoma, po presim që t'japi dhe përgjigje policia greke. E kuptoj, keni bërë një denoncim në polici dhe policia greke nuk ka marrë ndonjë denoncim për vllajin tuaj, fatmirësisht, pra nuk është një emër i kërkuar në shtetin grek, sepse gjithmonë frika që ai mund të ketë qenë përdorues i lëndëve narkotike, mund të ketë hyrë në këto rrugë edhe përdorues dhe shpërndarës dhe do të ishte fatale, edhe mund të ishte ndaluar nga policia. Jo, shpërndarës nuk vetëm konsumues është, por nuk është se është shpërndarës.
Por policia nuk e ka emër të skeduar, e kuptova, nuk e ka emër të skeduar, por ajo që duhet të bëni e dashur është që të bëni një kontroll edhe në sistemin Teams nga policia greke për të kuptuar a ka dalë nga territori i Greqisë, sepse ju keni zbuluar nga sistemi Teams në Shqipëri që ai në 16 qershor, datën që më the, ka dalë nga Shqipëria dhe ka hyrë në Greqi, por duhet parë sistemi Teams a ka dalë nga Greqia dhe a ka hyrë në Shqipëri apo ndodhet brenda territorit të Greqisë. Po ishte dalë në Greqia për Shqipëri do vinte në shtëpi, nuk është se do rinte rrugëve. Se ai nuk rrin në rrugëve këtu në Shqipëri, për shkak nëse ai ka ardhur në Shqipëri, ai do kishte ardhur në shtëpi. E dashur Liliana. Nuk se do rrinte rrugëve për shkak, pa unë besoj të dalë në Greqi ai. Se po të kishte dalë do kishte ardhur në shtëpi. E qartë, e kuptoj logjikën, keni të drejtë, por gjithnjë personat të cilët humbasin nuk dihet çfarë ndodh rrugës. Tani nuk e di se unë dyshoj të disa personat që rrinte me ca çuna peqins, që ato e detyroshin me shku në punë, edhe ishte njëri aty që i gjunte gjithmonë. Por ndalemi pak. Këtë ma ka thënë muaj që i gjunte. Edhe i thash, po bjerë i thash unë ti flas për çfarë motivi të gjuntash, nuk është ai ka marrë pengo se ti ke lidh kontratën me atë, i thash unë. Ati ti jo, tha, kam frikë se më rrefta pasaj, tha, po ti plasësh. Mua tani më shkon mendja, nuk është se i kam bërë ai diçka ato peqinësit edhe nuk tregojnë gjë. Edhe thonë që ka hikur. Se ai në datën 16 deri në orën 7:30 ai ka qenë në linjë të darkës. Po. Mbas asaj që na lajmëruan që ky është larguar, mbas 3 ditë këtij i është hap telefonin ora 5 masdite. Ishte në linjë, i shkrujton kujere se na bëre merak, nuk thebi përgjigje. Tani o ja ka marrë telefonin, o e ka humbur, nuk e di. Mbas 3 ditë në datën 18 aty i është hap telefonin. Sot e ka totalisht të fikur dhe nuk shkon asnjë mesazh. Po jo, që në datën 18 që i kam shkruajtur unë, bisedat janë akoma pa lexuar, do të thonë një shak, do të thonë kam parë dhe e kam mbyllur prapë. Se po t'ishte ai në linjë, ai më merrte gjithmonë. Në telefon. E dashur Liliana, ndalemi pak tek dyshimet e tua, se janë shumë të rëndësishme dyshimet e familjarëve. Më mirë se ju nuk e njeh askush vllajin, dhe padyshim duke e njohur vllajin dhe problematikat e tij, ke të drejtë të dyshosh edhe për persona të caktuar që ndoshta mund të kenë gisht në zhdukjen e Gentianit, por dua të pyes, këta persona që e detyroni të shkonte në punë, se më duket pak e habitshme, se ndoshta ata janë nisur nga e mira, duke ditur që vllai ishte përdoruesi i lëndëve narkotike, përdoruesi i e kanë detyruar të shkojnë në punë që të harrojë këto vese të këqija. Domethënë, pse dyshon që ndoshta ata kanë gisht në zhdukjen e tij? Dhe nuk mendon të kundërtën që janë nisur nga e mira, se njëri të detyrojë gjithmonë, po vajti daj atij që pyetet ai fshati, se aty rrinte është një lokal që është një shqiptar që është aty te lokali dhe ai nuk është se foli fjalë të këqija për vllain, ta vinte pinte ta në i kafe, tha oke, ta pinte dhe në i birta dhe lunë të letra, tha ku nuk ishte në punë. Ishte, tha, do të njëri qeta, nuk është e bëri probleme. E kuptoj, por këta persona nga Peqini që e detyroni të shkonte në punë, ti dyshon se e shfrytëzonin, që nuk i jepin para? E shfrytëzonin edhe ishte njëri, se ishin 2 vlezër, një që e mori në punë edhe një tjetër, janë 2 vlezër këto. Edhe i gjunte gjithmonë ti vllai tim. I gjunte han shpejt, çfarë bën ai, nuk është i mësuar, ai tha mos më merrin në punë, se unë nuk e bëj dot ta. Nuk jam i mësuar ta që punoj te duhani. O hajde se do e bësh. Edhe atje ishte një person që ky i gjunte gjithmonë, sa më gjunti ta me grushta në stomak, ta më rëzovin poshtë. Edhe një herë tjetër tha më ka gjutur me grushta në kokë. Po tani prica i pak nuk është në rregull, përse i gjun një herë? Për çfarë motivi ti the? Në momentin që vllai të tregoj këtë histori, këto episode se janë të rënda, dhuna nuk falet, nuk tolerohet. Nuk e denoncoj në polici ose ju nuk gjetët mënyrën për të lidhur me ta persona? Ai nuk se ishte i vetëm pa mbrojtje atje, nuk ishte njëri tjetër. Por nuk ishte që ti ishte i mbrojtur. Dhe i thashun, po mirë thashun, ma jep mua atë person thashun, ti flas, për çfarë motivi të gjuni thash? Nuk ose ti ke lidh kontratë me atë ose ti ke vajt për qef. Punon, nuk të detyron njëri thashun. A keni mundur ju të gjuna i ty? A keni mundur ju të zbuloni? Jo, kam frikë, tha se më rreth pasaj, tha, kam frikë tha se më gjun. Edhe i ka thënë vllai atij që foli që mos më gjuaj më.
Por ju... Mirë i thoshte i vllai që do t'i them unë mos të gjuaj. Edhe nuk më ka lënë ai që t'i flisja unë për shkakun që për çfarë motivi i gjun. E dashu Liliana, ju nuk keni mundur dot pas humbjes së vllait të gjeni ta persona, sepse vllai për herë të fundit ka qenë në punë me këta 2 persona nga Peqini. Nuk keni mundur dot t'i zbuloni emër, mbiemër, mosh, ku jetojnë në Peqin? Këto tani janë në Greqi, atje pra janë të në Filia. E qartë, në një fshat të Greqisë që punojnë, po keni mundur dot të zbuloni si quhen, kush janë këta persona? Se ne po i denoncojmë sot. Po e kam numrin e atij personi që merrte vllaim, që merrte vllain tim në telefon, e mora në telefon, e pyeta sa unë ato ditë ta nuk kam qenë, ta kam qenë se ky është martuar familjar, ta kam qenë në plazh me familjen, ta dhe kur kam ardhur në darkë, më kam thënë tha që ka hikur Gentiani, edhe tha e kemi kërkuar tha deri në ora 2 të natës. Po për çfarë motivi e ke kërkuar deri në ora 2 të natës ti? Këtu lidh edhe dyshimi, për çfarë motivi e ke kërkuar? Nëse ai është larguar, tha ka marrë veta, tha dhe është larguar. Po shumë mirë, edhe i kemi prit mos vi për shembull ditën të nesme natë, s'ka gjë, edhe kontakt me ato ne nuk kemi. Pra, largimi i vllait nga ky fshat që kishte disa kohë që punonte nuk dihet, askush nuk u ka sqaruar çfarë ka ndodhur atë ditë, pse ai mori këtë vendim të largohej kështu papritur dhe mbi të gjitha të mbyllte telefonin dhe mos kishte kontakte me familjarët. Edhe ne nuk na ka thënë gjë, për shembull që shikoj un po vi për në shtëpi ose një diçka, nuk ma vetëm në mëngjes që më mori në telefon, tha jemi punë lokata, po pim një kafe. Jemi pa punë ta sot nga që ishte Ferragosto 15-16. E qartë. E po një pasi në rregull, po. Edhe mbas ditë unë nuk e more, e shifsha që ishte në ora. Por nuk u lidhe. Pastaj në ora 7 ai sa kishte dalë në linja, në 7:20 që një gjë e tillë e mora, nuk ashtu se s'kishte internet, vetëm kur shkonte te lokali lidheshe me internetin. E dashur Liliana, meraku juaj më i madh është se ndoshta ka ndodhur diçka me këta persona që ka punuar, apo fakti që ka qenë përdorues i alkoolit dhe mbi të gjitha i lëndëve narkotike, dyshoni dhe më të keqen e mundshme. Tani unë më shumë dyshoj te këto personat, te ky personi që i gjunte. Nuk e di, tani me fjalët e atyre si shtojnë ato që është larguar. Po t'ishte larguar, ai do vinte në shtëpi, se ai nuk di as gjuhë dhe as rrugët. Ku do shkonte? Nuk di vend tjetër, nuk është se ai shkonte gjithmonë në Greqi, di rrugët, e di gjuhën edhe të shkonte vend tjetër. Ai nuk di gjë. Tani unë dyshoj te këto personë, ato mund të thonë që është larguar, por tani e vërteta nuk dihet se si është. Nëse këta 2 persona që ti ende nuk i ke identifikuar me emra dhe mbiemra si quhen, që kanë keq trajtuar vllain tuaj, mbi gjitha e kanë dhunuar në shtetin grek, e kanë detyruar të punojë dhe e kanë shfrytëzuar, çfarë mesazhi do ju përcjellja? Tani çfarë mesazhi të ashtu nëse ka ndodhur një diçka duhet të tregojnë të vërtetën, apo si është e vërteta. Se unë kërkime do i bëj, nuk do i le me kaq. Do e çoj gjendje deri në fund. Nëse ai nuk vjen në shtëpi, nëse nuk kemi ndonjë haber, unë do i shkoj kësaj gjë deri në fund pastaj. Të zbuloj të vërtetën. Unë uroj dhe shpresoj që mos ka ndodhur asgjë e keqe me fatin e vllait tuaj me Gentiano Nuzi. Tani shpresoj, inshallah nuk ka ndodhur gjë. Tani ku nuk na shkon mendja, mos e kam vrara, mos ka ngel rrugë, kush po e din. Ai është 44 vjeç sot. Po. Dua të pyes, sepse më the pak më parë Liliana që në moshën 25 vjeçare u bë përdorues, ka arritur në overdose, në gjendje kritike për jetën gjatë këtyre viteve. Tani atje ky nuk është se pinte bën nga që ishte dhe vetëm, edhe nuk është se ashtu do të thonë rrinte i qetë, se vajti daja ime, pyetja ty te lokali, jo, tha ishte i qetë këtu, tha okay, tha pinte na një birë, tha na një gjë, tha po është çuni i mirë, tha nuk është se ka bërë probleme. Jo. Rrinte këtu, tha ashtu, nuk është se ka bërë ndonjë problem na një diçka. Liliana, unë e kuptoj që ai nuk mund të ketë bërë probleme, ka parë punën e vet, por duke ditur që ka punuar, ka patur lek në përduar, ne e dim që gjithë përdoruesit në momentin që kanë lek, gjë e parë lëndë narkotike blen. Dhe gjithë ky është meraku, prandaj të pyeta që gjatë këtyre viteve që ka qenë përdorues, ka patur momente kritike për jetën e tij? Tani kritike ka pas, nuk është se s'ka pas. Përshëndetje, Hyri është babai?
Po, është baba im, është Si quhet? Qeni mirë? Kujtim Jonuzi. Zoti Kujtim, përshëndetje, si jeni? Më vjen shumë keq, sinqerisht që prej 16 gushtit ke humbur çdo lloj kontakti me djalin me Gentianin. Po, unë në Gjermani, nuk rri këtu. E qartë, jetoni në shtetin gjerman, por vajza juaj Liliana më tregoi gjithë historinë e Gentianit, si ka humbur kontaktet edhe dyshimet. Ju vetë ju kujtohet telefonata e fundit që keni pasur me Gentianin kur ishte në Greqi? Po, Çfarë ju ka komunikuar në telefonatën e fundit? 16 e ka marrë dhe papin ai. me datën 16 më mori dhe mua. Edhe në Gjermania, edhe se unë hedha për 6 muaj të familjes, bëra 6 muaj të familjes. Të bashortes së ndjerë, po. Edhe unë, ai kishte hikur atje në Greqi. Arrite të kuptoje, shprehu ndonjë shqetësim në telefonatën e fundit, do me thënë, arrite të kuptoje diçka, sepse Liliana më tregoi që ai her pas here shprehte shqetësime me kolegët e vet në punë, por tek ju si baba kishte folur diçka më shumë? Që ndoshta donte të kthehej në Shqipëri, nuk i pëlqente më ajo punë. Ne kemi folur kështu. Si e mirë. Ai më shumë fliste me mua. Po. Me mua i ashtu më shumë, hapeshe më shumë me mua. Kurse babin e merte qa bën mira, nuk është se shfaqeshe shumë. Kurse me mua hapeshe më shumë ai. Me mua fliste më shumë. I dashur Kujtim, ju vetë çfarë dyshoni? Ndoshta si një djalë i ri, ndoshta edhe jetën që ka bërë, është larguar, ka fikur telefonin, ndoshta ka harruar të thej kokën pas edhe kur të kujtohet t'ju marrin telefon. E mendoni që mund të ekzistojë dhe kjo pistë? Atë edhe kanë pirë këto dhe uzun e kanë rrahur dhe kanë vjedhur telefonin e ushqysin si qytet, ky hikun të ti patitu si Binadeni. Dhe nuk dihet tani ku ka vajtur. Në tatin pasën, është gjallë apo e kanë vrarë. Pse, ka ndodhur konflikta të natë? Ka patur sherra të natë kur ka ikur djali juaj? Atë natë kishin fest greku, dhe ishin pushim. E qartë. Kishin pirë dhe ishin zënë. Nuk janë zënre se vajti Luli, mos fol pot mas i koti. Shumë mirë ishin, nuk ishte zëna, se vajti pyti Luli atë që netën sa netën këtu, tha vajti mori robe, tha dhe hiku. Nuk tha që janë zënë. Ty ka hiku në tërsi partitur, nuk di si që shtet, ne si prindër, ne dyshojnë, më si kam bërë në diçka. Dhe konkretisht ku dyshoni? Ti mos i kam bërë në kaj, mos e kam vrara, si që teka, se pa ti shte gjatë kë, mos i të bëndë, do mitë në i telefonat, me në i shtoka, me në i njeri, ose tjetën punë, më e ti, disot pronarit tjetë, flasë në telefon me shpinë. Zoti Kujtim, të lutem mos ma merr për ters bisedën që do bëjmë të dy së bashku, ndoshta me ndonjë pyetje mund të lëndoj, por më mirë kupto, po të flas si vajza jote. Duke ditur që djali juaj Gentiani, që 25 vjeç, ka qenë përdorues i lëndë narkotike, që do thotë ka pasur nevojë shumë për mbështetjen tuaj. Po të pyet ajo pse erdhe ti, hiq se ti të sqarohesh. Po ti. Se nuk di sqarohet. E dashur Liliana, okej, Kujtimi vendos vetë nëse do të rri apo jo, u largua. Unë desha ta pyesja babaj në fakt që unë nuk e di hallin tuaj në mënyrë absolute, por se la vetëm... Po ba, dili her për jashtë, dili her, se s'po më lera hat, dili her, hec. Tani të ngjoj, puna po të ngjoj këtë. Liliana zemër, mos u mërzit, mos u acaro. Po jo ka fund ai, po ti unë s'kam këtë të ngjoj tani. Çfarë ka babaj? Çfarë ka babaj? Jo, po si thotë që janë zënë. Mua s'më thate atje që janë zënë. Ai thotë tani janë zënë. Unë se di, se daja vajti pyetje atje që
Do më thonë nuk më folën keq për atë, se foli dhe ati kur rinte ai lokali, është një shqiptar që shërbente, edhe i tha që e ka pyetur, do më thonë si sillesh, e si nuk sillesh, ai tha çuni mirë, tha nuk është se ka për probleme, tha, vinte konsumonte në i kafe, në i birë, tha dhe ikte, tha, nuk është se ka për probleme. E dashur Liliana, Kjo është e gjitha. Zemër, një njeri pa pritur, ashtu të marri rroba dhe të iki, nuk ikën. Ndoshta mund ketë patur diçka. Ai ka patur një motiv, një arsye të fortë që ka marrë rroba dhe ka ikur me vullnetin e tij të plot dhe është larguar, ose diçka ka ndodhur dhe ngelet ende enigën për ne. Por dikush e di këtë histori, dikush e di, dikush e ka parë për herë të fundit. Dikush e di këtë histori dhe nuk tregon të vërtetën, na thonë që ka marrë rrobet edhe ka hikë. Se si është e vërteta ne nuk e di. Kjo është e gjitha. Se ai po të ashtu do kishte ardhur, se s'ka ku të shkoj. Ai gjuhën nuk e di, rrugët nuk i di. A kishte ai para me vete nga puna që bënte, domethënë çfarë të tregonte për rrogën? A ka patur Kishte 50-60 euro me vete, 70 euro nuk e di, një gjë e tillë. Jo më shumë. Jo më shumë, jo. Se më tha muaj, si që më tha që kishte paguar qiran, kishte paguar ato shpenzimet e shtëpisë edhe si kishin ngel lekë. Se ai punonte 2 ditë merrte lekët, 2 ditë s'punonte, nuk është se kishte punën të përhershme ose vazhdim që kishte lekë. E kuptoj, por dua të pyes, meqenëse që desha t'ja nisja këtë pyetje kujtimit, por kujtimi u largua. Kujtimi nuk është se atuaj se nuk dinaj se është edhe me tension edhe me ilaç edhe nuk di të sqaroj mirë. Kujtimi ka emigruar në Gjermani, jeton në Gjermani babaj? Po, ka një 18 vjeç që rri në Gjermani, se është me doktorat atje, me ilaçe, me gjëra dhe vizitohet atje gjithmonë. Edhe rri atje. Por pse nuk e mori Gentiani me vete atje, por e la vetëm? Se unë besoj që Gentiani kishte nevojë për kujdesje. Kishte ai për i thosha babit unë që ta merrte, nuk e ashtu se frika e kësaj që pinte, prandaj thoshte babit që mos na sjellni probleme. Kjo është e gjitha dhe se ka marrë. E kuptova. Nëna e ndjer me babain kanë jetuar në Gjermani apo vetëm babai jetonte në Gjermani? Jo, mami jetonte këtu në Shqipëri me vllajin. Kurse babai shkonte në Gjermani dhe vinte apo jetonte në Gjermani? Jo, jeton në Gjermani, tani shkon vjen çdo 6 muaj, çdo një vit se babai rri me motrën atje. E ka marrë motrën tjetër. Po, është në kujdesin e motrës, se motra e çon në për vizita, në për spitalit, domethënë se ky është i operuar edhe nga zemra. Shkuara, e kuptoj. Pra babai ka pasur probleme me shëndetin? Nuk mund të bëj shumë udhëtime, shumë kështu, se ka probleme. E dashur Liliana, në momentin që nëna juaj e ndjer u largua përpara 6 muajve, dua të pyes, si e përjetoi Gentiani? Është e rëndësishme të di edhe anën psikologjike të tij si ka qenë. Ai e përjetovi më kesene, se ai rrinte me të. Edhe thaj, tani si do rri unë, tha vetëm. Tashu, na kene, tashu, nuk është se je vetëm. Tani vetëm unë të rrinte në shtëpi, po, dhe nuk është se e lam, nuk e pysni më. Gjithmonë e mershin telefon, e pysnin babi ose motra i qoshin gjithmonë lek, do më thënë që mos i mungoj gjë për të hangur. E qartë, e kuptoj, ju jeni kujdesur që ati të mos t'i mungoj asgjë, por thjesht fakti që ai besoj duke qenë përdorus nuk ditë ti menaxhonte parat. Jo. Ai shpenzonte 100 euro, ai mund të shpenzonte brenda 2 ditë ose brenda 1 dite, nuk dinte ti menaxhonte lekët. Dhe në tilla kushte është e vështirë dhe për motrat të cilat kanë krijuar familje të besoj. Shpirtin mund t'i japësh, por e vështirë për t'i qëndruar aty afër vllajt, sepse ai do flinte në shtëpinë e tij dhe ti kujdesesh së bashku me motrat e tjera që mos t'i mungonte ushqimi. Nuk është se ne kemi lënë vetëm, do të thonë e mershin telefon, e pyesnin, do të thonë ke lek, nuk është se kemi lënë pa bukë. Për shumë që të thushti mori rrugën edhe hiku se ishte... Ma se mundësi kishim, e mbashim, nuk është se e lam vetëm, edhe se nuk ishte mami. Kur ti flisje, Liliana, me sa kuptova i ka patur një lidhje të ngushtë me ty? Po, mua më tregonte çdo gjë, kurse me babin nuk është se fliste shumë.
Por pse? E merrte për në telefon, por nuk është se me mua hapeshe më shumë ai. Por pse kishte këtë raport të ftohtë me babain? Nuk ma shumë, me amin e kishte raportin më shumë, më afër dhe me mua, kurse me babin nuk është se ka shumë, tani flasin, nuk është se flasin, për nuk hapeshe shumë. E kuptoj. Liliana, do ndalemi tani te Greqia, sepse aty ka humbur kontaktet vllai juaj. Më lejoj që nëpërmjet i live-it të bëj thirrje për të gjithë emigrantët të cilët jetojnë në Greqi dhe kanë njohur Gentian Onuzin të na ndihmojnë ditën e sotme me informacione. Gentian Onuzi dashurmiq është personi që po shikoni në foto, është 44 vjeç, vendlindja Gramsh, është larguar dhe ka humbur çdo kontakt familjen e tij që prej 16 gushtit të këtij viti dhe drejtimi ngelet ende i paditur. Liliana Onuzi, motra e tij, po tregon të gjithë historinë, detajet dhe dyshimet që ka për vllain Gentian Onuzi. Kushdo që ka informacion, mos të hezitoj të lidhet me redaksin time apo të më kontaktoj në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Dashur Liliana, në shtetin grek, ti më thej që vajti Daja. Daja, arriti ti takonte këta persona nga Peqini? Të fliste me këta persona? Po, arriti. Çfarë treguan ata? Domethënë si ishte larguar ai? Çfarë ju kishte thënë? Ky Peqinsi tani sa që unë atë ditë nuk isha, ta isha në plazh me familjen sa dhe kur erdha sa nuk e takova, sa i kishin thënë që është larguar. Pa ai është larguar në 7:30 të darkës. Nuk është larguar gjatë ditës. E dashur Liliana, këta flinin bashkë në të njëjtën shtëpi? Jo, ky Peqinsi kishte familjen e vet, është i martuar, kurse ky rrinte me një çunë Cerriks, kishte marrë shtëpi me qira. Por personi që ndante ky nga Cerriku, që ndante shtëpinë me qira me vllain tuaj, ky çfarë ka thënë? Ky të njëjtën fjalë ka thënë siç e ka thënë dhe ky Peqinsi, domethënë që ishte aty me atë gjatë ditës, pastaj ky kur e mora vllain në telefon, ishte me këtë Cerriksin edhe më tha që jeni pak punë sot nga që është festë. Kurse ky Cerriksi thotë që unë ora 4 të masditës pas kam hikur në punë te Rushi. Atëherë se në ora 4 të masditës i hika te Rushi në punë? To thanë që nuk kemi punë, edhe këtë doli që ishte në punë. Pra, le të themi të gjitha këto dëshmi nuk përputhen me njëra tjetrën. Jo, nuk përputhen. Dhe djali nga Cerriku që ndante dhomën me vllain tuaj, çfarë tha konkretisht? Si ishte ndarë me të? Kishte vajtur në shtëpi dhe kishte në shtëpi bosh? Domethënë gjatë ditës në mëngjes kishin pirë kafe, se kur e mora vllain unë, ishte edhe ai Cerriksi aty dhe tha që sot e kemi pushim nga që ishte ajo Ferragosto. Ta jemi pushim sot, ta nesër do fillojmë punë. Okej, në rregull, i thash unë edhe mbyllëm telefonatin. Kur e mora pastaj këtë Peqinsin, ishte edhe ky Cerriksi aty me të. Ky Peqinsi tani thoshte që unë isha në plazh me familjen. Kurse ky Cerriksi thot tani që unë isha në ora 4 ta unë hika në punë dhe nuk e di se çka ka për Gentiani. Ta kur erdha ta nga puna në shtëpi, ta nuk e gjeta më Gentiani, ta kishte marrë rrobat e kishte hikur. Kjo është e gjitha që tregon. Por në momentin që ose nga ka hikur nuk dihet. Kurse ky Peqinsi tani më tha mua që unë e kërkova tha me vllain sa deri në ora 2 të natës. Lim pyetja, po për çfarë motivi e ka kërkuar ky deri në ora 2 të natës? Kur ai ka ikur me dëshirën e vet? Po, për çfarë motivi e ka kërkuar ky? Dhe çfarë përgjigje? Tani e dinin këto dyshimet e mia, prandaj po them. Dhe çfarë përgjigje të dha ky person kur ja bëre këtë pyetje që pse e kërkove vllain tim? Jo, këtë pyetje nuk ja bëra. Më ra në mendje më vonë që si ja bëra këtë pyetje, për çfarë motivi e kërkove ti deri në ora 2 të natës? Po nuk ja thash. E qartë. Ashtu me mendjen time. Sepse Liliana, në momentin që ky shoku kishte vajtur në dhomë dhe nuk e kishte gjetur dhe kishte parë që kishte marrë të gjitha rrobat, ti jep atë përshtypjen që ai me vullnetin e tij të lidhur ishte larguar. Por askush nuk e kishte telefonuar që ku ke shkuar Gentian? Se shok dhome. Jo. Po asnjë nuk e ka marrë, se ky tani ka dhe kartën shqiptare, nuk e ka greke. Por kur rrinte aty te lokali e lidhte me internet. Po do të thonë nëse ky largohej nuk kishte më internet, se kishte kartën shqiptare, nuk e ka greke. E qartë, por edhe kështu që se ka marrë njërin telefon.
nuk e ka marrë asnjëri telefon. Janë interesuar shokut këto kohët e fundit, ju kanë telefonuar që a i keni gjetur Gentianin? Një shoku i mirë besoj të telefonon. Tani ato peqinësit pyesin këtë komshin tim se atë i marrin telefon, do më thënë që ka ardhur Gentiani në shtëpi, por sa i thotë jo akoma. E dashur Liliana, unë e kuptoj që ti ke dyshimet e shokët. Shoku i dhomës, tek pronari shqiptar që e kishte punësuar në punë, që ndoshta edhe e ka gjuajtur, e ka goditur, e ka dhunuar pse ai e linte punën për gjysmë dhe ke të drejtë të dyshosh kur vllajt ka treguar të gjitha këto episode. Por e ke menduar që me të gjithë problematikat që kishte vetë Gentiani, mund të jetë larguar, ndoshta gjendja e tij e shëndetit mendor ka qenë e rënduar, ka marrë rrobat dhe ka ikur dhe s'dihet ku mund të ketë përfunduar. E ke menduar? Nuk e di, në base ka hikur, po ku ka hikur? Sa i po bën 18 ditë sot. Ai po tashu do kisha ardhur deri tani, ku ka përfunduar? Këtë dum të dimë. Tani mund të jetë edhe rrugëve, i ka ngel rrugëve, po se ku? Ne s'dim gjë. Opsioni që mund të jetë ndaluar nga policia, bie poshtë se ju e keni bërë një denoncim në polici dhe policia sigurisht ka bërë verifikime dhe emri Gentian Jonuzi nuk është një emër i ndaluar nga policia greke apo i skeduar për policinë greke, që do të thotë ai mund të jetë ende në territorin e Greqisë, ndoshta në një situatë të rënduar të shëndetit të tij, mund të jetë në situatë rruge, fatkeqësisht nga eksperienca, shumë histori të shqiptarëve kam trajtuar plot që kanë përfunduar në situatë rruge dhe duke menduar që mund të jetë dhe përdorus, që nuk e di se ku ndodhet dhe situata mund të jetë më keq për Gentianin. Nëse Gentiani do të ndiqte, çfarë mesazhi do t'i përcjellje sot si motor? Po të vi në shtëpi, të kthehet në shtëpi, çfarë mesazhi do jesh ose të na lajmëroj që është mirë, pak mos bëhemi merak, kaq dume. Mundësia që Kthehet në shtëpi. Ai gjitha kushtet tu i ka, nuk është pa shtëpi apo pa gjatë s'ka ku të ri. Ai shtëpinë e ka. Ose të na lajmëroj të praktën që është mirë. Ka dume se s'po dum gjë tjetër, ta dim që është mirë të paktën. E dashur Liliana, mundësia që mund të ketë ndruar fshat, vend pune dhe s'do të kontaktoj me ju, ekziston? Jo, nuk ekziston. Jo. S'ka se nuk do, nuk është ne uzume të apo nuk do me na folne. S'ka pse ashtu, s'ka motiv, për ça nuk do më flasi. Ai mua më merr gjithmonë në telefon. Pra nuk ka një hatërmbetje që Jo. Mirë, ne Liliana do mbetemi të dyja së bashku në kontakt. Unë dua që pas kuintave ti të më dërgosh numrat e telefonit nëse ke të dy personave nga Peqini, për të patur dhe unë një komunikim me këta persona, duke ditur që ti dyshon tek ata, se ndoshta din diçka dhe fshehni të vërtet për Gentian Jonuzin, dhe çdo informacion që do vi, çdo kërkim që do bëhet, do mbetemi bashkë në kontakt dhe ta uroj me zemër që të jetë shëndoshe mirë dhe mos ke ndodhur asgjë e keqe me fatin e tij. Persoj mamin të pak të jetë mirë, nuk po dum gjë tjetër, jo. E uroj me zemër. Mirë, të përshëndes dhe do mbetemi në kontakt. Faleminderit. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite, live ora 10, jam me këtë histori të dhimbshme njerëzore. Faleminderit që më ndiqni, më mbështesni dhe ritakohemi nesër.